Rrugtimi drejt memësisë nis me ndryshime të vogla, siç është mungesa e ciklit dhe më pas rritja e barkut, duke sinjalizuar gruan që trupi i saj po pëson ndryshime. Jo pa dashje e sjellte gratë shtatzëna që në modulin e parë, sepse dua të rikthej besimin që trupi juaj është krijuar për të lindur, meqense kohët e fundit na është treguar e kundërta. Procesi shtatzanisë nisi pasojë e hormoneve, të cilat janë të dirigjuara nga truri jon. Në këtë rast, truri ka peshën më të madhe sepse prodhon hormone për mbarvajtjen e shtatzanisë. Çfarë bën akoma më mahnice është zmadhimi ose rritja e mitrës tuaj deri në 1 kilogram për të akomoduar peshën e bebit tuaj. Një organ mahnitës apo jo, që pas 40 ditëve pas lindjes kthehet në peshën normale prej 70 gram. Ajo çfarë është e padukshme në sipërfaqe, por mban rolin më të madh është gjaku jon. Dhe gjatë shtatzanisë, sasia në trup rritet me 50% për të siguruar sasinë e duhur të oksigjenit për bebin tuaj. Akoma nuk kam mbaruar edhe pse nuk do të përfshi gjithçka. Dua të flas pak për strijat, që do t'i konsideroja ndryshe si gjurmët e shtatzanisë. Sigurisht që ju mund të ndjeni jo mirë për strijat dhe dëshironi të dini se si t'i parandaloni ato. Në fakt, edhe mundeni edhe jo. Me lër ta shpjegoj. Strijat vijnë si pasojë e çarjes së lëkurës për të akomoduar peshën e re që ti ke marrë qoftë në shtatzani apo jo. Për të parandaluar strijat si fillim, do të sugjeroja të kujdesesh për sasinë e ushqimit të shtatzanisë. Mos bi prej mitit të hash për 2. Më poshtë do të gjesh një link për të llogaritur se sa kalori të duhen në ditë, gjithashtu së bashku me sugjerime ushqimesh që mund të konsumosh. 2. Lubrifikimi i lëkurës redukton strijat gjithashtu. Unë këtu do të rekomandoj një produkt me bazë vajore që është anti-stretch oil që kemi krijuar me sekretet e natyrës, që ndikon në reduktimin e çarjes së lëkurës dhe hidratimin e lëkurës. Mund ta përdorni këtë produkt 1 deri në 4 herë në ditë. Sigurisht me rritjen e barkut mund ta shtoni gjithashtu sasinë e aplikuar. Nëse përjetoni kruajtje në barkun tuaj, mos i kruani, por vendosni vajin. Për të eliminuar strijat gjithashtu, konsumoni sasinë e duhur të ujit. Qelizat kanë nevojë për ujë, por edhe mitra juaj meqense është një organ muskular. Ky është hapi i parë i krijimit të imazhit të duhur të lindjes, sepse të besosh do të thotë të veprosh. Dhe tashmë, duke parë se sa ndryshime ndodhin në trupin ton, dhe gjitha kjo zhvillohet pa shtypur asnjë buton. Kjo tregon që trupi një gruaje është krijuar për të lindur. Le të vazhdojmë me leksionet e tjera për ta përforcuar këtë besim.